dita e parë e vitit. Tula, ciao! Ana, çfarë do veshësh? Mi trego pak shpejt. Po mi trego pak. Bukur. Ari. Kështu që asë s'du të dalë. Do të ndajmë në dy shtanit dhe do shohim se kuj do t'i bjerë moneda. A ka me ligja, ja ka dhënë Dirama ligji. Ja ka dhënë, po jo të gjitha. Kojni pak se çfarë më dha motra, po nuk do të mi falë, do mi lërë vetëm për këtu. Përshëndetje nga nga tjetër sot, bëm vlogun dhe tani. Tula, ciao! Ciao, nga gjumi! Ciao, princesha Fitur! Po nuk ka vajti ora 10. No. Unë do të kërkoj të kofshi zoologjik. Ja, do shkojmë te. Wow, si është koha, Ana? E mirë. Mirë. Ana, çfarë do veshësh? Mi trego pak shpejt. Po mi trego pak. Bukur. Wow, me të kuqe? Po, Super. të kapela Po, tjetër? dhe këtë. Shumë të bukura. Po A, getat, i ke pispilluqe? getat? Okej, super. O, Ana pispilluqe. Qa të thot mi dadi? Ajde. Thuaj tani. 1, 2, 3. Përshëndetje! Dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot jam me të ftuarën time speciale, Anën. Ne sa po jemi zgjuar, nuk kemi shumë. Më saktë sot më ka zgjuar Ana, sepse është e diel. Edhe duhet ta kaloj gjithë ditën me Anën sot. Do t'i plotësojmë të gjitha dëshirat. Çfarë do bëjmë sot, Ana? Thuaj pak. Sot do shkojmë te kofshi zoologjik. Po, do shkojmë të shohim kafshët. Edhe tani do bëjmë i gati, do bëjmë pak skincare, pak make-up, se fëmijët nuk bëjnë make-up, apo jo? Po, nuk bëjmë. Shumë pak. Edhe jemi veshur bukur, do t'ja u tregojmë edhe outfitet se si jemi veshur më vonë. Edhe do shkojmë të kënaqemi, sot dhe nesër do jem gjithë ditën me Anën, apo do rish më shumë? Dhe rrim më shumë. Do shohim, po sot dhe nesër po njërë, do jemi gjithë ditën. Kështu që mos harroni të na bëni një subscribe, Edhe like. edhe koment, edhe ne do kalojmë shumë bukur sot. Do t'i puthim pak? I mirë ishte kremi? Bukur? Bukur, Ana? Okej, ne bëm skincare. Ti ke ndezur. Wow. Ishe pak flokët? Të buzët? It has a good smell. Ja, është me lështryve. E mirë? E vesh edhe këto?
bukur, bukur. Vemi? Ja e bukur e bërë, Jana. Ne jemi gati. Sa bukur? Ju fare. Kam të çantën që të kombinojmë pak me Anën. Bukur, bukur. A i këtë kopshti? Zoologi. Bukuri. Dite natë me ty menoje, nuk po mundet zemra me taru. Ma bëshe besa, besa, ty jetoj e ta shke haru. Dite natë me ty menoje, nuk e dite. Wow, che si vogliono? Timrod! E dukte të vojtë klinozoze të mika që janë. Shkon qaran lepojt. Lepojt. Të pëlqyën? Po. Shumë të mirë? Po. Kush është me bukre? është ky me bukre? Ky këtu, i vogli. Po shumë të mirë ka janë lepojt. Qara ne lepojt? Si she? Shi. Të prek gardin. Të kafshon? Shi tani vajti lartaj. O Ana, si të duken kafshët, pak të fjetura janë. Qara aty? Ngriti kokën. Ai. Ario. Si bukur Ario. Atëherë, si të duk kopshti zoologjiko, Ana? Ten dhe ten. Të pëlqeu shumë. Po. Tani kafshët ishin pak në gjumë, po rëndësi ka që i pe. Mirë do ishin të ishin zgjuar. A shohim në rosa tani. Të bukra? Shta? Në këta, ja. Si ka sy. Vitin tjetër, unë do t'i bëj një surprizë mamit Tula. Dhe do t'i bëj një surprizë duke shkuar në Korçë. Ajo surprizë që ajo dëshiron. Nuk do ta thuash, ajo do ta shoh video. Edhe do ta kuptoj se ti ke bërë. Po ti mos e qika vlo. Ti mos e bëre, mos e qika në tu. Hajde këtu, hajde. Më falë, po ajo ishte prank. Ishte prank. Se unë kam vesh shkollë dhe jam në ndësi. S'ke mundësi të shkosh, a? Po bëj shaka. Po. Shaka pa të kam në të. Ajo se më të.
vizetosh. Nuk du ta vizetosh. Bëhet shaka. Mr. Rezi dadës. Ana, ku do shkojmë tani? Kafe. Qa po bënim në hishëm gjumë? Në kështë të zënë gjumi? Shty pashe të sajë? Në kështë të zënë gjumi? Oj zjerë. E mërseja qëta. Keftot? Mërseja gjumë. Jo. Si atë? Ana ime! Kalën vetëm të makina sepse kemi harruar telefonin. Po, kena ngell këtu, e? Po. A të fliet gjumë akoma? Po. A fjetë shumë? Po, në kështë të zënë gjumi. Deri tani, ora ka shkuar 6. Por nuk mund të rinim pa dalë, kështu që dolëm shpejt e shpejt. Sa u zgjuam, direkt u veshëm, edhe dolëm. Ata po pritin që unë të zgjohesha. Po pra, s'po i dilte gjumi anë, s'do të të flinte akoma. Aj, Në shtëpi. në shtëpi, ë? Jo. Fol me se dukesh bukur ati, ha? Vëm dhe kokoshkat. Ne do shofim Home Alone tani. Kemi bërë gati kokoshkat, i bëm vetë, nuk i blem gati, se bërë më të mira kur i bëm vetë. Dhe kemi vënë këtu gati filmin, ta vendosim tani. Home Alone 1, sepse është më i bukur. Shif. Ana. I just take. Ana. Say hi. Ajo është e uritur dhe ka ftohtë, ta ndihmojmë. Ana. Jo, shtoko. A do të shohësh? Dhe në atë qast, era fryu fort dhe Sonja Plak u kthye në një zanë. Po shikoj filmin tënd të preferuar. Ja. Thuj, mirëmëngjes dhe përshëndetje nga dita tjetër. Përshëndetje nga dita tjetër. Sot sa bëm vlogun dhe tani Do bëjmë do bëjmë byrek. byrek. Kemi bërë gati brumin, do bëjmë gati mbushjen. Ola. Me miell Ola, miell Ola duhet të na sponsorizoj, apo ja? Po, edhe tani do bëjmë gati byrekun, po dëgjoj myllin, kështu që atëherë, këtu kam bërë gati brumin, si gjithmonë ujë, miell, krip, asgjë tjetër. Këtu kam mbushjen, mbushja do jetë me gjizë e freskët e morëm dje dhe 2 ves. Do i bëjmë gati tani shpejt e shpejt, edhe do fillojmë të hapim petët dhe do t'i mbushim, do t'i vëmë në furrë në 200 gradë. Apo jo, Ana? Edhe unë do të ndihmoj Tulan. Si do më ndihmosh, a thuj pak. Duke sjellur ato që i duen Tulës. Që janë Përbërës. përbërësit, okej. Do më ndihmosh dhe me vlogun pak. Yes. Që t'ja u tregojmë të gjithë dhe si. Atëherë,
Mora këtë pjatë, do hedh vezët këtu. Ta hedhëm? Kive një. A di me hedh? Ke mësu me hedh? Nabër. Në mamu. Ke frik. Tani, marim rase e vezëve. Atëherë, do i ra vezët me rase. So fast, girl. Fast. Kami qam, yummy. Normal. I rahim kështu shpejt. Marr një luk, do të jetë një luk krip. Nuk e di nëse Gjiza ka, nuk e kam provuar, po gjithsesi do pak krip se Nuk bëhet pak. nuk bëhet. Kaq krip, mjafton. Unë zakonisht jedh me sy këto masat, por dhe tani, gjizën që i kemi këtu, do ta shtojmë në pjatë. Yes, sir. Do ta hedh të gjithën. Të gjithën. Po, besoj se po Oh, të gjithë. hell no. Ose shumë, nuk e di, do ta shohim. Edhe vetëm kaq se na mbaron Gjiza. Po çe dum? Nuk e hani. Po do të rush se... S'do bëjmë byrek për këtë vit. Pse? Bash, s'do bëjmë byrek. Unë po e bëj se erdhe ti. Okay. Kështu që Është dita ime e fundit, guys. Unë do të hik sot në darke. Besoj se arrit në 3 natë. po do vish prapa, po se të kërkon kanali ty se ti je shumë e bukur. Normale, le madhe do më marrë malli për ju, guys. Po ja hedh gjysmën atë, gjysmën e gjysmës, se më duket se ka shumë. Dhe Ka shumë. se do i bëjmë si byrek të vegjël. Sot nuk do t'i bëjmë, nuk do bëjmë një të madh, do bëjmë Pastaj një kur disa të të vijmë vegjël. do bëjmë prap video, guys. Po mirë, po do na gjesh çfarë tema të bëjmë në video. Po. Çfarë lojra të bëjmë në video. Okay? Unë t'i bëj planet se ku do shkoj për të video të tjera. Dua ta lë kështu. Më pëlqen më shumë kështu. Byrek të vegjël. Sot dhe tula jemi veshur meqi. Taratata. Dukemi shikoj apo se- dukemi? Ti dukesh. Po i bëjmë gati këto që të fillojmë t'i hapim. Ato duken Mbaroj lavatricia. Kam parë ndonjëherë tula duke bërë ushqim. Duke bërë byrek, se ushqim nuk e parë. Tu bë gjëra të tjera. Po ti bën shumë të mira. Edhe hapim kështu anë. Normale. Oh my god. Kolaçi vogël. Shumë realistik, guys. Ashtu, ë? Pa. Do ta provosh një ditë të hapësh. Ke qef? Kam frikë në ta prish. Ke frik?
s'kam provuar asnjëherë dhe ta provoj. Ok. Këte hapim sa më holl. Të ta hapim. Tani u bë kjo kështu. U bë kjo, një. E vëm këtu anash. Marrim tjetrën, e bëjmë kështu rumbullak. Edhe i vëm miell. Drejt kjo. Prit. Tani këtu i rëndon pak. E shikon që na ngjit këtu? E she? Po. Pse? Sepse do miell. Marrim miell. Këtu edhe i hedhim miell. I hedhim miell kështu. Edhe fillojmë me bëjmë prapë. Tani e marrim këtu edhe e kthejmë këtej. Edhe e bëjmë prapë. Ha, bëj njërë? Bëj. Bravo. Fort. Që të hapët. Bravo. Tani marrim miell këtu prapë. Jo, marrim miell thash. E kthejmë këtu. E kthejmë. U hap kështu. E kthejmë dhe nga ana tjetër. E hapim dhe pak këtej. Jafton kaq. Tani si do t'i ngjitim këto të dyja petet? Do marrim pak vaj. Janë gati, do t'i fusim në furrë tani. Atere, Ana, ndërkohë që byreku po bëhet, më thuaj pak tani çfarë të pëlqeu më shumë dje dhe sot, edhe au kënaqe dje dhe sot. Unë dje jam kënaqur kaq shumë kur shkova te Pema dhe te kopshti zoologjik. Ashtë. Ajo ishte dita ime më e bukur në botë. Do vish prap, kur do vish prap? Këti, kur të kem pushimet e shkollës. Pushimet e shkollës. Për shembull, të shtundën, të premte, mund të vi pasi të marrë shkollën edhe bëj dhe detyrat. Mirë, tani më thuaj pak kush të pëlqen më shumë, përfundimisht, të pëlqen Korça apo Tirana? Korça. Korça të pëlqen shumë, a? Pse të pëlqen më shumë Korça? Ma trego pak. Sepse aty ka shumë gjëra të bukura dhe kur shkova ajo ishte hera e parë. Kurse në Tiranë nuk kam qenë fare. Po ke qenë, moj si s'ke qenë? Edhe në verë erdha këtë arove? Po nuk flejta. Po mirë, tani që flejte, prap Korça të pëlqen më shumë? Po. Se të mbajnë më mirë aty? Po. Kush të përgëdhel më shumë ti? Teta Klodi. Teta Klodi, a? Po. Mistret, se tani do ham byrek? Bëhet byrek o të ham? Nuk është i bërë. Besoj se ti kemi plotësuar kërkesat, dëshirat, ato që doja. Të lam në një gjë pa plotësuar, që të lam në plotësuar? Asnjë gjë. Ke do një kërkesë tjetër para se ti ikesh? Që një ditë, që mua më mungoj. Kush të munga? Guys, I will miss you. Kush të mungojnë? Të mungon YouTube, të mungon kamera? Të mungon kamera, nuk të mungoj unë? Edhe ti. Edhe unë, Ti e gjithë shka për mua. A, të vdejshë më për ti. O shpirë. Ja tregoj pak byrekun, ja si doli. Sepse zakonisht to pijet me gaz janë shumë të ëmbla dhe e ke parasysh kur ti pije me gaz, Është shumë e mirë, e butë. Shëndetshme. Do që kur afisha pijen me gaz ta dish që kjo është E dal vërtet shumë e mirë. Është për ty, por për ne
sapo mbarova stërvitjen për sot, fillojmë javën e re, java e dytë, edhe tani do bëj një dush, ushtrimet po shkojnë shumë mirë, jam pak të lodhshme, por më ndihmojnë vërtet shumë dhe ndjem shumë më mirë dhe më energjike se sa ndjesha më përpara. Dhe kisha humbur disa centimetra, pra dje kam bërë matjet, edhe që në javën e parë kisha humbur disa centimetra, gjë që është shumë pozitive. Kështu që tani do bëj një dush edhe do të shihemi pak më vonë. Bye! Ana do iki në shtëpi. Je pak e mërzitur? Unë doja të rria, po tani kam dhe shkollë. Okej, se ti do vish prap. Deri atëherë duhet të bëjnë Subscribe! bravo! Puthi të gjithë, puthi. Shihemi prap, thuaj. Shihemi prap! Mirëmëngjes nga dita tjetër. Sot është data 31 dhjetor, dita e fundit e vitit dhe ku jam unë, jam duke shkuar për në Korçë, normal. Tek familja, aty ku e kam festuar gjithmonë, do jetë njësoj këtë vit pas një ndryshim. Mami ka bërë të gjitha përgatitjet, çdo gjë gati, po na pret. Ne tani sapo mbyllëm të gjitha punët, ora është gati 3 dhe u nisëm. Shpresojmë të mos ketë shumë trafik, sepse zakonisht në këto ditë festash ka goxha trafik, por të jemi pozitiv dhe të mendojmë që do arrim sa më shpejt edhe sa më mirë, të kemi një rrugë të mbar. Përsa i përket 2025-s, mendoj se ishte viti që mua më ka ndryshuar më shumë, më ka bërë të jem më e fortë, më e qetë, më e planifikuar, më e rritur, pra ndjem shumë herë më e rritur pasi e kam kaluar 2025-ën, me ndryshime. Ndoshta jo çdo gjë shkoi siç unë e prisja, jo çdo plan më doli ashtu siç unë e kisha menduar. 2025-a ishte një vit që më solli goxha ndryshime. Ka fajn ai para, se ka fajn. Kë. Nëse ishte si ishte 2025, rëndësi ka që mbaroj. Tani të fokusohemi për një vit të ri. Edhe kemi sa më shumë të mira, shëndet, ju uroj të gjithëve të keni sa më shumë shëndet, sepse është gjëja kryesore dhe më e rëndësishme. Dhe pastaj, pse jo të realizoni të gjitha ato objektivat që ju vendosni në fillim të vitit, edhe të përpiqeni të bëni më të mirën, të merrni më të mirën nga vetja juaj. Tani na ra dielli këtu. Nëse kaq doja t'ju thoja. Shihemi më vonë kur të filloj darka familjare, sepse gjatë rrugës nuk është se kam çfarë t'ju tregoj, thjesht trafik kemi, kështu që nuk është interesante edhe për ju. Po dalet mos më cirk shumë, tash si. Thuaj mirë, shkojni pak se çfarë më dha motra, po nuk do të mi fal, do mi lër vetëm për këtu. Shko sa bukur që jam fiks tani për vitin e ri. Do t'i Tavolina gati. Gjithë verë do pim nga një qikë. Po, do pim verë. Nana! Bëj një urim tani për vitin e ri. Po bëj një urim këtu, pastaj tavolinën. Si do ulemi tani? Unë do ulem këtu, ti këtu. Ha? Po do ule teja Jo, do ule atje, teja aty. Shketi tani. Teja ne kena lanë kryt tavolinën. Na thuj urimin tani, na thuj urimin. na- Jo, rri si që je, se duke shumë. Subscribe. Subscribe. Po ta te mos më gatë. Urim. Gëzuar në vitin barë 2026 na gjej shëndoshe mirë, shëndet dhe mbarësi dhe të mirat na vinë nga pas. Bravo. Të e ka bërë mami. A ka me ligja, ja ka dhënë Tirana ligjin. Ja ka dhënë, po jo të gjitha. Gjysma nuk i paguash vetë. Se edhe pensionistët si dalin aty do të bleni ilaçe, si bleni ilaçe. Nuk citohen Citohesh me punë e kampaneka të më, pse ta E marrë? kemi rikursim, po gjysmën do ta paguash vetë. Se s'di doktoresha, me i bollogari. Si jo? Nuk di doktoresha me bollogari. Para, jo edhe të kërkoj falje.
thoti ajo. Po. Do thotë. Po, ajo do t'ulet në gjuhë, ty thot më falë. E po nuk jap qeverisë ka si kam dhënë sa kam plasur. Ndesa, ua. Shiko. E me qështë del kë. Mirëmëngjes nga dita e parë e vitit. Sot është data 1 janar. Ne sapo jemi zgjuar, u bëm gati. Tani do dalim. Fillimisht do bëjmë një xhiro me makinë, të shohim se si është gjendja, se zakonisht në datën 1, duke qenë se ka shumë turistë dhe vinë shumë në Korçë, është shumë e vështirë për të gjetur parking në rast të parë dhe vende të lira në kafe në rast të dytë. Dhe shpresojmë që do kemi fat që ta pim një kafe sot, se koha që nga shumë e bukur, pra është komplet e hapur, por mund të them që këtu është super ftohtë, pra në krahasim me Tiranën është goxha ftohtë dhe unë prandaj jam veshur shumë trash tani, vesha pellushin, nuk vesha rrobat që kisha dje. Edhe kështu do t'ju tregoj më vonë se çfarë do të bëjmë tjetër. Dje kaluam shumë bukur, unë nuk është se kam xhiruar shumë, do doja të xhiroja akoma më shumë, por besoj se ajo kam treguar momentet kryesore. Qa mendimi ke për zhdukjen e fokave në Antarktidë? Më intereson zhdukja e fokave. Para? Ne po zhdukemi vetë këtu. Është shumë ftohtë. Ne sapo mbaruam tani, dolëm në 2 kafe. Kafen e parë që gjetëm të lirë, edhe më pas mendojmë të pinim dhe diçka tjetër, meqense se është vit i ri. Nuk kishte vende aty ku doja të shkoja unë tek e Beli, normalisht ishte full. Dhe si përfundim shkuam tek Vogu, ishte pak më ndryshe, gjetëm një tavolinë të lirë, edhe qëndruam dhe pak aty. Jemi kënaqur, kaluam shumë mirë. Tani do shkojmë për drek në shtëpi. Kështu pra. Shohim çfarë do na ketë gatuar mami për drek. Se kishte filluar përgatitjet që në mëngjes, ka kështu tradit, domethënë datën 31, datën 1, tavolina është plot. Është një petanik që bëhet ditën e parë të vitit dhe kush gjen lekun. Tani unë do ta vej në përpjata. Kujt i bjerë? Kur ti bjer leku? Po jo me ile. Jo, unë se di fare se ku e kam vënë. Nuk e di fare se ku e kam vënë. Sekret, Unë e vura. Mirë, tjetër që na ke gatuar. Kam vermish peqinxhi, kam sallatën ruse. Bravo. Kam qofte, sallatë. Pasë shumë, loma karona.
Mirëmëngjes nga dita e 3 besoj tani. Jemi në datën 2 janar. Tani sapo kemi ikur nga Korça dhe jemi nisur për tek Ana, do shkojmë në Burrel. Të mbarojmë dhe aty vizita dhe të takojmë njerëzit që kemi aty. Edhe besoj deri në darkë do kemi shkuar në Tiranë. Thjesht doja t'ju përshëndesja pak, duke qenë se dje nuk kam folur që në drek. Kaluam shumë bukur, kemi dalë plot, domethënë dolëm dhe pas dite, shyam atmosferën, edhe pse ishte shumë ftohtë, prap ka lezetin e vet çdo gjë, kishte shumë njerëz, kishin organizuar disa. Veç ftofti s'ka lezet. Mirë, ka lezetin e vet në festa. Dhe ne vendosëm që të pinim dhe diçka tjetër në pedonale dhe kështu bëmë edhe një xhiro dhe shkuam në shtëpi. Pastaj mami si gjithmonë kishte shtruar prapë edhe darkën. Edhe nuk është se kemi bërë diçka shumë specifike, vetëm kemi bërë muhabet, shaka dhe kështu dhe shkuam të pushonim. Jam çuar që në mëngjes kam bërë ushtrimet, edhe pse është data 2, edhe pse jemi në festa. Kam bërë ushtrimet sepse nuk dua të neglizhoj në asnjë moment pjesën e regjimit edhe të ushtrimeve. Vërtet mund të kem ngrënë pak më shumë ushqim dje dhe normal natën e vitit të ri, por përsëri kam matur kalorit edhe isha shumë pak mbi atë që unë duhet të konsumoj çdo ditë dhe shumë e rëndësishme që të jeni strikt. Pra, në momentin që e filloni diçka, ta vazhdoni. Edhe kam thënë dhe herë tjetër që mua patjetër më duhej personal traineri, sepse në qoftë se do isha vetun si Sofia, me shumë mundësi tani do ta kisha lënë, se do thoja hajde s'ka gjë sot se është vit i ri, hajde data 1, data 2, data 3, edhe kalon pastaj në një rutinë të çrregullt, të pashëndetshme ashtu siç bëja gjithmonë. Ndërkohë që tani jam shumë e lumtur sepse edhe sot që i bëra ushtrimet, unë ndjeva vërtet mirë me veten, unë ndjeva e motivuar, unë ndjeva që po ja dal, po i bëj këto, edhe duhet i vazhdoj. Është shumë e rëndësishme. Kaq. Ikëm tani dhe do të shihemi pak më vonë. Pik. Do shihemi pak më vonë. Dhe një përshtypje si kalove në festa s'ka the. Shumë bukur. A të pëlqeu Korça për festa? Patjetër, ti çfarë? A do doje të kaloj çdo festë në Korçë? Jo. Pse? Sepse jo. Ka dhe pëlqeu? tjera për të kalu festën. Jo më pëlqeu shumë bukur, po jo çdo festë në Korçë. Për shembull ku tjetër? Për shembull Shëngjergji se bëjnë dot në Korçë. Shëngjergji nuk e di unë kur është. Është maj. Okej, do ta Presim bëjmë. qingje po atje në mal, një qingj Do e bëjmë atje në mal atëherë. Do bëjmë piknik. Po pra. Mirë, jo keq, ishte bukur. Për mua ishte si çdo vit, se faktikisht unë çdo vit me prindrit e kam. Me prindrit e kam festuar. Ua, mamzet unë do marr djalë. Po çfarë do të bëj unë me vajzë? Vitin tjetër nuk do jemi në Korçë. Vitin tjetër nuk e di ku do jemi. Ta premtoj që s'do të jemi në Korçë. Pse? E di unë. Ku do jemi? Ti ku? Hajde. Në Korçë jo. Mirë. Deri vitin tjetër na bëni subscribe që ta zbuloni, do jemi në Korçë apo do jemi në vend tjetër për vit të ri? 100% sigur që s'jemi në Korçë. Mos se mund që do vi dhe Skerdi dhe do jesh pranë në Korçë. Bashkë me Skerdin. Ose do jemi në aty në Skerdi. Kësme, deri vitin tjetër ka shumë kohë që i ka shumë shpejt, por ju duhet na bëni subscribe, sepse deri vitin tjetër duhet të kemi arritur të paktën 5000 subscriber. Se po ecim me ritme shumë të ngadalta. Në qoftë se vërtet ju pëlqejnë video, doni të shikoni video të tjera, bëni subscribe. Pas bëhet në zora e punës. Shumë që mund ta harrojnë këtë dhe në qoftë se ti nuk ja kujton, nuk është se e bën me të keq, thjesht e shikojnë videon Harrojnë. dhe harrojnë si detaj që duhet Edhe bërë. subscribe, pap kujtohen. Po, kujtojnë dhe bëjnë. Hajde. Bravo. Ju Unë në Librazh është duke rënë borë,
e ka shtruar praktikisht, edhe është krijuar një trafik shumë i madh, po përpiqemi të ecim shumë ngadalë sepse nuk kemi marrë as zinxhir asgjë, nuk e dinim që ishte kjo situata kështu. Edhe me sa shikoj as të tjerë nuk e kanë ditur sepse shumica janë pa zinxhir, por që nuk e di pse është e thënë gjithmonë që do ikim Korç Tiranë ose Korç Tiranë Anasjeltas, domethënë gjithmonë duhet të vonohemi të paktën 4 orë, nuk ka shans që të shkoj çdo gjë siç duhet. O do ke trafik në Elbasan, o do ndodh ndonjë gjë kështu, o do vonohemi para se të nisemi, nuk ka asnjë rrugë tjetër. Tani shpresojmë që pak më lart të jetë pak më ndryshe, sepse këtu ishte vërtet keq rruga edhe të gjitha makinat po ecin me minimumin e shpejtësisë, shumë ngadalë, se normal kanë frikë sepse ka rëshqitje, mund të ndodhë ndonjë aksident i vogël. Kjo është situata për momentin. Ka ngarkesë në të dy anët, dhe në anën tonë dhe në krahun tjetër. Disa po vend zinxhiri kanë marrë, ne që si kemi marrë, po vuajmë. Edhe kështu. Ja, vure ke zinxhiret. Atëherë, gjeni pak se sa është ora. Ora është 3:30. Ne jemi nisur në orën 10 nga Korça. Bëjni vetë llogaritë sa i bie. Dhe jemi akoma në Elbasan. Dhe jemi akoma në Elbasan. Dhe nuk gjetëm as një vend për të ulur, për të ngrënë. Pra jemi edhe pa ngrënë. I vetmi vend që ishte hapur sot ishte Rozafa Fish City këtu në Elbasan dhe ishte full, nuk kishte asnjë vend. 3 orë me ardh kamarieri. Duhet të prisje radhë që të liroj tavolinë, pastaj duhet të prisje radhë që të vinte kamarieri, kështu dhe vendosëm që të rim pa ngrënë. Të merrnim një molto, unë s'kam ngrënë molto, më pak të mora back rolls, mora vetëm 2-3 kështu. Ajo ngri gjitha back rollsat? Jo, 2-3. Të tra telefoni, po të vi telefon. 2-3 se nuk po më hahet prandaj. Dhe kemi akoma supozohet dhe 2 orë rrugë, po shpresoj që këto 2 orë mos bëjnë 4 orë edhe ta bëjmë Korç Tiranë 12 orë të thyem çdo rekord të mundshëm. Jemi lodhur, jemi mërzitur. Jo, veç mërzit, më është të përlodh me jo, po mërzit po. Po dhe jemi lodhur tani se iku gjithë ata dy në trafik. Dhe nuk e keni idenë se çfarë po hiqnin. Të gjitha ata që jam duke shkuar për në Korçë, hajde të paktën jemi për të ikur, po shkojmë në shtëpi, do mbyllim edhe disa punë që kemi aty dhe nuk është se kemi bërë ndonjë plan kaq të madh dhe të rëndësishëm. Po mendoja vendin e tyre, pra të isha në vend të tyre dhe të kisha rezervuar hotel, të kisha rezervuar restorant, nuk e di, të kisha bërë një plan të plot për 5 ditë pushimi në Korçë, për sa 5 ditë janë shumë, 2 ditë pushimi në Korçë. Ke qef me i bë 5 ditë pushimi në Korçë, e? Unë isha 2 ditë. Dhe imagjino të kishe bërë të gjitha dhe të kalosh gjithë ditën në trafik. Do me thënë, nuk besoj se këta që ishin sot në trafik, do duan më të vinë në Korçë. Se në qoftë se do duan pra pastaj bie që, nuk e di, s'janë mirë. Ju pëlqej trafiku? Të paktën unë nuk do ta kisha bërë. Nëse do ta kaloja një herë një situatë kaq të rënduar trafiku, nuk do kisha shkuar tek ai vend më, se do më kishte lodhur. Do më duke sikur do më ndodhte gjithmonë ashtu. Edhe kishim lënë pak xhamin hapur. Çdo makinë ndalonte dhe na pyeste, "Deri ku është trafiku?" Dhe kur merrnin përgjigjen tonë, ishin të demoralizuar komplet, sepse shpresonin që të paktën të ishte vetëm një pjesë rrugë e vogël, jo të ishte deri në Qukës e bllokuar. Gjithsesi, më erdhi shumë keq për të gjithë ata që kanë rezervuar dhe Po jena ne për ta keq me le ato vajzat të tyre. Po hajde ne tani ne bëm festën, ne jemi të kthy. Ata që janë të shkuar. Çfarë festë më nis ka ora 10 për Korçë? Festa thot, ç'e festë? Ne bëm festën. Ora 3:40. Kështu. Në këtu trafik, pra. Me pak fjalë sot nuk ju tregova asgjë, tani dielli po perëndon praktikisht, ora po shkon 4, edhe çfarë do t'ju tregoj unë, asnjë gjë. Thjesht do shkojmë shpejt në për vizita dhe nuk kemi kohë që të bëjmë asgjë për vete. Thjesht do takojmë njerëzit edhe do ikim në shtëpi të flem. Kështu që besoj do shihemi nesër. Ndoshta do t'ju tregoj pak anën se e di që ka qejf të dalë. Nëse do ketë qejf të dalë edhe kaq. Sapo kemi ardhur në shtëpi, edhe
mami më kishte bler këtë. Është një lloj keku që ka brenda një monedh. Do ta ndajmë në dysh tani. Dhe do shohim se ku do t'i bjerë monedha. Mua mëra leku për këtë vit. Hajde, shpresem të kemi suksese, inshallah, do zoti. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Dje u kthem shumë vonë. Besoj se e keni kuptuar dhe nga videot që kemi kaluar gjithë ditën në trafik. Do ta mbaj mend atë trafikun dje, nuk më kishte ndodhur asnjëherë të vonohesh aq shumë. Domethënë deri 4:30, po kaq shumë, s'ma kishte marrë mendja që do vonohesha. Tani, sapo kam mbaruar skincare-in, bëra një dush shpejt, është ora 11:30. Dhe sot do takojmë shoqërinë, na kanë ardhur miq tanë që jetojnë jashtë dhe do dalim për një drek. E kemi rezervuar në Kavaj, te Gazi, nuk kam qenë asnjëherë. Nuk e di nëse ju e keni dëgjuar. Unë e kisha dëgjuar disa herë, por nuk kam shkuar më përpara. Jam pak me vonë sepse më ka hyrë frika, më duket sikur do ketë prap trafik edhe sikur do vonohemi. Po shpresoj që të jetë pak më ndryshe sot, pra mos na ndodh si dje. Vendos vetëm pak lash. Po ja, për 5 minuta jam gati. Okej, pra, sa të bësh ti gati, unë shkoj të marr. Po mos shkoj tani se kam edhe pakun. Shkoj të marr paketë, marr makinën ta afrojtuat pres poshtë. Okej. Si su. Që mos të të bin kama mbalt. Shumë mirë. Në nisemi bejë se jemi bo. Në paleta. Po e di. Në kap në trafik. Kemi marrë të merë që dje. Unë pak me i kap të bëj. Po, pak e shumë. Ndërkohë, dua të më shkruani poshtë në koment si i kaluat ju festat dhe cilat janë qëllimet që doni të arrini në 2026-ën dhe a ka qenë 2025 një vit i mirë, një vit i keq për ju. Do doja të ndanim eksperiencat bashkë, kështu që më shkruani në koment, jam vërtet shumë kurioze të di edhe si ka shkuar për ju. Baby. Po? Shumë bukur. Ha? Super. Të mori paketë, mori makinën, e që të presë të poshtë palatit. Okej. Besoj se e ke po. Po, nuk vonohem jo. Ha? Nuk vonohem. Buzët kam edhe flokët. Që ke? Veç buzët dhe flokët. Po flokët që të bësh? Do i shtrithem, se të ty. S'kam qarë t'ju bëj tani, jam shumë vonë. Kështu dukemi si përfundim, shtriva pak flokët. Edhe kam veshur edhe çizmat, duken shumë bukur. Nuk e di nëse do bëj ndonjë foto, nëse do dalë ndonjë foto e saktë. Ndërkohë që jashtë po bie shi dhe unë tani duhet të nisem, kështu që shihemi pak më vonë. Unë nisëm, shpresojmë të mos ketë trafik, po bie shumë shi. Tani duken pak më mirë flokët këtu. Edhe nuk e din që se do bëj ndonjë foto, po do bëj ndonjë foto sot. S'besoj se do. Ti çfarë foto do bësh me drejtë? Aty brenda ose këtu te makina. Shofim. Dhe ti erdhe, oj zajmë një djeti, ti që ngesë më mirë, Majtë. Ne sapo u quam edhe kaluam shumë bukur, tani kemi ardhur në Durrës, ushqimi ishte shumë mirë. Nuk mund të them që ishte restoranti më i mirë
me gjërat deti që kam qenë, sepse për mua bati qëndron në vend të parë edhe nuk e ndryshoj këtë opinion, por ishte goxha mirë, mund të them. Kështu që tani besoj do pim ndonjë kafe në Durrës, duke qenë se ishim afër, vendosëm që të ktheheshim do të pim një kafe. Dhe të shohim se çfarë do të bëjmë tjetër. Ora ka shkuar 3:30 për momentin, shiu nuk ka pushuar, koha është e keqe, po gjithsesi kur je me shoqëri, kalon mirë dhe nuk është se kemi vënë re shumë këtë. Edhe ti du ta pish ti alkool.